me recetat e ditës, përveç i mëngët se kemi punë sot. Mirë se të gjeta. Mirëmëngjes. Çfarë do t'ju gatuajmë sot zonjave tona? Sot një byrek me spinaq edhe djathë. Po disi më ndryshe. Pra në versione më të ndryshme, se normalisht këto janë byrekët, njëherë me vaj, njëherë me gjallë, njëherë të hapura vetëm në vaj, njëherë të hapura në copë, po kjo na ka ngelur, pra kam 2 lloje byrekësh që si kam bërë. Që do t'i bëjmë? Pra këtu kam spinaqin e zbus me pakës fare krip, jo shumë krip, pakës fare piper dhe ka pakun dhe asgjë tjetër. E heq nga Sa është zbutur? Zetësia. Kam. Tek mielli më jep olën blu. Marim këtë për çdo përdorim këtë mielin që e përdorim në çdo përgatitje të recetave. Shëra. Te mbushja më duhet të kem edhe djathë të bardhë. Kurse tek mielli mund të përdorim dhe farina hap, mund të përdorim olën. Mielli që është mielli zi, ne nuk mund të bëjmë dot, mielin e thekrës jo, sepse nuk hape petët, ndihmon hapja e petës. Pra nëse ju e keni vënë re, kur e kam përdora pardje, që e mora për ndihmëse, për shtesën e miellit, pra është pak e vështirë. Sado që ne ta kalojmë në sitje, nuk ka të bëjë sitje, po është lloja e miellit. E thekrit është ndryshe, pra janë disa miell që është për buk vetëm, që tu nuk të ndihmojnë që të bësh pite. Normalisht nëse ne do ta bëjmë në formën e pispilis, që ta bëjmë me shtrat mielli, aty mund ta përdorim. Po. Për këtë na ndihmon Ola se i ka të gjitha kategoritë e mielrave për çdo gatim edhe çdo recetë që na duhet të kërkojmë dhe të zgjedhim mielin e duhur. Po mielli për çdo përdorim është edhe për byrekun, është edhe për bukën, për picat, për gjithçka tjetër. Sa gram miell na duhet? Shtoj krip. Në fillim fare. Shtoj sheqer. Kripën e lëmë vete. Një vezë. A do të shohim mënyrat ndryshe të gatimit. Shisi është sa kompakte është dhe jo më kot. Sa kompakte është e verdha e vezës, e kuqja e vezës, sido që mund t'i thoni ju. Pra, është aq e freskët, sa që ne e kuptojmë tek membrana dhe lidhja e vezës. Edhe këtë pjesën e membranës se mbajmë për ato acidin hialuronik, po i shtojmë të gjithë produktet që unë të kem mundësi tani ti bashkangjis ato edhe në tabelën e shkruar. Ja tek është, kujdes se na ra një lëvozhgë vogël. Atëherë, një sekond. Kjo lëvozhga e vogël, prit, kjo lëvozhga e vogël. Produktet fillimisht, provoj një herë këtë trukun. Jemi ka këtë trukun më të kollajtëm. Kur duam të hapim vezën me gishtat e lyer me hudhër. Ja tek i keni produktet, djathë dhe spinaq. Kemi për sa i takon brumit, na duhet 500 gram miell, pra gjysmën e paketimit të miellit Ola për çdo përdorim, 100 ml ujë, 100 ml qumësht, pra në sasi të barabarta edhe me kosin 100 gram, pra 100 ujë, 100 qumësht, 100 gram kos. Një vezë, një lugë çaj krip dhe një lugë kafeje sheqer. Mbushja do të ketë 200 gram djathë të bardhë, 200 gram spinaq, 100 gram djathë pice, e cila është sipas dëshirës tua opsionale, dhe pa tjetër gjalp për spërkatje që petët të rinë të shkrifta edhe të buta. Albana ka shtuar kripën, pak sheqer, vezën edhe kosin. Ujin pa ashtu, tani do të shtojmë edhe qumshtin. I përziejmë produktet. A e keni vënë re që unë them uj shtoni sa të marr, ose në të kundërt miell sa të marr. Pra unë lash tek mielli, shtova të gjithë përbërësit e lëngësht dhe shtoj tani mielin. Mielli është diku te 500 dhe kur themi 500 plus, pra mund të jetë 550, mund të jetë nga ndonjëherë te 600 nëse uji është i nxehtë. Po. Ja lë një herë me kaq sepse nuk kam shkuar akoma tek gjysma absolutisht. Po, shtojmë gradualisht që të punohen dhe të lidhen mirë produktet, po. Stop. Pra ne e shohim edhe tek shiriti transparent që Ola na jep mundësinë të kuptojmë sa
gram miell do të marrim për këtë recetë. Ky është një shiri transparent që tregon hap pas hapi gjithë pra gramaturën, nga 100, 200, 300, 400, 500 deri në 1000 gram miell, i cili do të na ndihmojë tani për një brum të mirë lidhur. Gjë që akoma nuk është ka marrë, se ja shifet ti ke akoma edhe akoma. 100 ose 200 gram për të marrë, se të 600 që e ke këtu. Ja, dhe 100 gram tjetër, duke patur parasysh. Po, ndërryn pak veza, mund tjetë veza e tillë më e madhe, edhe patjetër që na ndikon në lagështirën e brumit, se sa mund të shtojmë apo jo miell. Tani do ta punojmë me dorë. Dihet që brumi e ka këtë veti që do dorën, ngrohtësinë e dorës, sido që të jetë edhe brumatriçet, edhe mjetet elektronike që sot janë kudo. E bëjnë këtë punë. Po, tani Niki, tani fillon edhe. Do thoshin gjyshet tona siç e punon dora. Po. Kur themi që e thashëm pak më parë, 500, 500 plus. Ky do bëhet me kulaçka apo do ta hapësh një pet poshtë? Me kulaçka dhe më pas do bëj diku te 4-5. Po. Sa më shumë ta punojmë, aq më mirë del brumi, se padyshim që ka nevojë të punohet, edhe që ta pastrosh dhe dorën nga brumi. Edhe për t'i hapur petot, sigurisht na ndihmon ose mielli ose pak niseshte. E mban petën e butë, edhe i hap kollaj ato, edhe pse nuk kemi nevojë për këtë pjesë, sepse na ndihmon shumë ky miell për t'i hapur petët shpejt dhe të jenë elastike. Dhe në fund fare të shkrifta kur ti pjekim, sepse siç e punojmë tani, atë rezultat do të marrim edhe pas pjekjes. Sigurisht do t'i japim pak më tepër kohë, mbushja është gati, spinaqit i kemi dhënë një zbutje, i duhet padyshim për të llogaritur edhe sasinë e djathit apo të kripës që do të shtojmë në të, duke patur parasysh volumin që ka në fillim spinaqi, larja është plarja mirë e tij, dhe këto byrekët e sezonit tani me spinaq të freskët, me lakrishte, sigurisht janë shumë të mira për shëndetin, për pastrimin e gjakut, aq më tepër kur ne erdhi tani do të fillojmë të gatuajmë ato me 12 barishte. Edhe pak ditë. Aman me zarar madhe. Aman me zarar madhe. Atëherë, imagjino duke ndenjur të bësh zarar, imagjino të lëviz pak. Gjalpim për të lyer petët. Edhe shumë mirë, shkrim pak gjalpin. Po, e shkrim pak gjalpin dhe tu ta ndihmoj me pakës fare vaj. Edhe këtu. Vazhdojmë tani, fillimisht në çike duart me miell, se mbasi e ketë lagura. Na duhet të punohet mirë, të ngjeshet mirë brumi, duke u ngjeshur mirë brumi, të gjithë produktet që ne shtuam shkarkohen më së miri tek njëra tjetra. Shiko, sepse edhe brumi vetë duhet të qëndrojë, mos harroni këtë gjë. Po një gjysosh i duhet patjetër të pushoj, nëse duam rezultatin të tillë, duhet patjetër që të marrim maksimumin që kemi në dispozicion dhe të kohës, edhe të produkteve, se kur i ke gjithë këto produkte duhet të trajtohen si të tilla cilësisë. Edhe pak në bango, bashkë me tasin e largojmë. Tani ti marrim mend brumit të ndryshe, se duhet që të hapim ato petët me kulaçkat. Sa më shumë petë të tilla, aq më i shkrifët del byreku, kur bëhet me kulaçka. Gjithsesi, tani në këtë ditë të tillë me shi, të shijon dhe gatimi, brumi do ta zbusim akoma më shumë, është pak i lëshuar tani po ta shohësh. Duke u punuar ai ngjeshet, tonifikohet, si thuash. Ja kaq. Kur brumi fillon, është gati të gjalpi.
Ose pas ka akoma, të shkrirë. S'ka nevojë pastaj, ajo është. Do thoni ju përse? Sepse uji ishte më i nxehtë. Ja, kjo është arsyeja. Kjo është arsyeja e brumit që uji ishte më i nxehtë. Ndajmë fillimisht në gjysmë dhe pastaj. Sa miell ka marrë një sekond që të shohim? 600 gram miell. Atëherë është 500 deri në 600. Pra ju mund ta shikoni që unë mund ta marr pak ka pak sepse afërsisht 600 gram miell. Po ta shihni, është këtu te 400 që apo të afrohet pak më tepër. Sasia e miellit që ka mbetur, nëse dallohet. Po sepse, kur flasim gjithmonë për masa, themi 500 plus, dihet që do të marri. Po me thënë drejtën për byrek, anvisat, zonjat që kanë gatuar, e shohin me sy se sa jo merr pak më shumë, pak më... Aq shkon, edhe me sy aq të shkon. Tepër, po, edhe për ujin apo kosin qumshtin. Janë të treja në sasi të barabarta, nga një gotë në sasin që do të nisni të shtoni qumshtin, në atë sasi do të jetë edhe kosi, edhe uji, pra të lëngështat, vezën gjithashtu, kripën dhe pak sheqer, i përzjeni mirë produktet e lëngërta dhe më pas do të shtoni mielin gradualisht. E punoni dhe sillni në këtë formë. Pra kjo është trajta. Laj pak duar dhe filloj. Mirë se u rikthyet në kuzhinën tonë, vazhdojmë punën për përgatitjen e byrekut me spinaq. I rendis dhe një shpejt e shpejt produktet, se çfarë na duhet për përgatitjen e këtij byreku të shishëm. Do ta shikojmë deri në fund të rezultatin. Derisa Albana të bëj gati edhe kulaçkat e fundit, do t'i numërojmë edhe ato sa poshtë dhe sa lart, do ta ndajmë me pet. Ju duhet për brumin miell 500 gram deri në 600 gram miell për çdo përdorim ola, 100 ml ujë, 100 ml qumësh, 100 gram kos, një vezë, një lugë çaji krip, një lugë kafeje sheqer. Mbushja ju do 200 gram djath të bardhë, 200 gram spinaq, 100 gram djath pice, që është kjo sipas opsionale, po. Mund ta bëjmë më cheesy, themi në mbushjen, dhe gjalp për spërkatje të petëve. Gati e kemi brumin, gati kemi kulaçkat, edhe mbushjen e kemi gati. Tani thjesht do të lyejmë tavën e çdo fure me gjalp, që të vendosim petët që do hapen. Dhe nga ati vendin, sepse dihet që vendi ku hapim petët duhet të jetë kështu i shesht, pa kokriza brumi, për të mos na penguar në hapjen e tyre. Atëherë le ti ndaj pakun këtu. Sa ke ndar moj? Ja, një sekond. 12. Nuk rëshket nga kjo shifër. 3. Nuk po dil kanë mirë, jo mi mregull janë. Po, me pa tjetër. Fiks treshe, pra? Ka qenë diku një loj, treshe, buk, pese treshe, ka qenë. Qa pastaj? Ka qenë. Ama lojra tona të dikush me vërtet, po. Dyshe, buk, pese dyshe. Një thënë të kishte një rim, pase se ka kuptim, s'ka kuptim. Ishin të varfra, po lojra kishin plot. Mendo atëre, shkopa cingla, botash, litar. Shkopave cingla nuk e kujtoj mirë. Kanë qenë shkopa të tillë, shkolla... Që bëje kështu kryq, më duket? Me pinca, po, me pinca, gjitha to. Topa rasash, topa djeksash. Lojrat e fëmijërisë. Por, që të vegjël, bota ishte e jona, që të vegjël. Pra, kullozi loj botash, absolutisht, botë me pastër, me bukur, me thjesht. Po, luani mëndsh që ne ta binte Shqipëria, po Shqipëri ishim. Atëherë, fillojte i punoj. Si s'jape tani? Po. Peta? Brumi? Sa më shumë që të qëndroj, aq më mirë. Nuk ka nevojë për formë të bukur. Shumë elastike. Sepse po, bashkohen. Le t'i ftojmë tani anvisat të na tregojnë recetat e tyre, çfarë gatuajnë sot në këtë ditë të vrentur me shi. E na i kujtovi Albana këto lojrat e dikushme, çfarë kujtoni ju? Se Albana i kujtoi disa prej lojrave të fëmijërisë, të cilat katërcipërisht kanë ndryshuar me lojrat e ditëve të sotme, ku më tepër përqendrohet te teknologjia, lojrat teknologjike. Gjithsesi, ju mirpresim në numrin që do të shihni në ekran për të na përshëndetur dhe për t'ju dëgjuar zërin, për të ndarë së bashku receta. Në një sugjerim presim me thënë drejtën.
çfarë dëshironi që Albana të gatuaj në ditët në vazhdim dhe çfarë keni gatuar ju këto ditë në shtëpitë tuaja, ndonjë recetë kryesisht tradicionale që i kemi shumë qejf dëshirë për t'i risjellë dhe për t'i treguar si nostalgji në kuzhinë. E shkuar jon fletë dhe përmes gatimit, ndaj mundohemi her pas here që të risjellim traditat nga veriu deri në jug të Shqipërisë. Sot po gatuajmë një recetë, nuk po themi se është një recetë e vjetër tradicionale, byreku me spinaq, është një byrek më së i zakonshëm, shumë i shijshëm dhe i shëndetshëm padyshim. Mjafton të zgjedhim produktet e duhura dhe shifeni se çfarë hapje i bëhet petëve. Po jo më kot. 3 kulaçka. Jo më kot kur të them. poshtme. Ta luajm pak tavën sa kesh gati. Jo, nuk kam fare lidhje me tavën. Si ta bësh? Do ta bësh mbushje ndryshe, të marr një letër ta kem aty. Do ndryshe edhe, jo, do edhe goxha vaj aty kur të shtosh. Kemi një telefonat, ta mirëpresim. Themi mirëmëngjes, cilës zonjë ose zotëri që na ka telefonuar. Të përshëndesim. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Nga telefononi? Unë jam një zonjë nga rreth Durrësit, në qyteti Durrësit. Kënaqësi që dëgjohemi, edhe që po na ndiqnit. Edhe ju shoh për ditë, ju ndjek gjithë çfarë bëni, çfarë që ju ndjek shumë. Faleminderit shumë. Edhe më pëlqen që se si e zem Blumin Albana, më pëlqen. Çfarë ke gatuar sot për drek? Sot për drek kisha një pulë të freskët edhe po e bëj me të rrime. Sa mirë. I bën në çast të rrimet, nuk është se i ke të gatshme. I bën në moment me mijën dhe vezë. Jo, i bëj çastit, me një vezë, me çik krip, po. Dhe lumshin duart. I thek pak aty, edhe më pas i shton lëngun e pulës. Edhe hefke mishi që kam zier, pak me gjaj, limon, me pak urdhra. Sa e mirë. Të lumshin lumshin duart. Ashtu me nepsin. Qa ke në mendje ndonjë recetë kështu të vjetër që e ke të trashëguar brez pas brezi, gjyshja, mamaja? Për zotin, më shumë tot që i thoti të tradicionalet këtu. I tradicionalet jam më shumë. Më mirë akoma. Jam një zonjë 66 vjeçe, kështu që eci me atë tradicionalen. Shumë mirë. Dhe nuk të ka dalë keq, besoj. Pa tjetër që mund të moderohen, më futë recetat e kohës, e rëndësishme është të zgjedhim dhe të ushqemi shëndetshëm. Ta edhe në i recetë që e rregulloj për shembull si sotshmet, kohën e sotshmet, po në përgjithësi me tradicionalet hec. Po shumë mirë. Ju bëft mirë dreka e sotme. Dhe të Faleminderit falenderojmë juve. shumë që na telefonove. Jeni shumë të mirë, edhe Niki dhe Albana shumë të mirë. Një emision të mbarë dhe ta kaloni mirë. Gjithashtu, kalofshi një ditë të bukur. Faleminderit që biseduam bashkë. E përshëndesim zonjën nga Durrësi me recetën e saj pul me thërime, ja dhe Albana në 3 aksion të 3 kulaçka. Për të fituar kohë, bashkoj më mirë dhe ja. Ose bëj dyshe po, sepse nuk është toklaja në... Hapim dhe i lëmë ato petët që janë hapur dhe që qëndrojnë aty, ju bën shumë mirë, sepse edhe marrin më tepër kohë për të zbutur. Edhe 3 të fundit, tani do të hapim dhe një petë me 3 kulaçka brenda. Qëllimi i kulaçkave në një byrek, po, janë ato që ndrojnë si petë të shkrifta. Edhe nuk është një petë e trash në fund fare, por janë si petë za të holla pasi e pjekim dhe e lëm ashtu krokante. Ose nëse nuk e duam krokante, mjafton ta spërkasim me pak ujë dhe i vendosim atë pecetën, që avujt ta zbusin dhe ta lënë të butë lakrorin byrekun. Ja. Super, super.
Po më besoni, Super kur them miell. për mielin, më besoni, prandaj edhe unë hap në syrin tuaj. Edhe nuk sepse të shiko, lof, më është ose kështu, e lof, hapur. edhe është i vështirë, hapur kjo pa- oklaj ose pet, si mund ta quaj, është i vështirë. Nuk është të ndihmon për pet. Për të hapur pet të Por, mëdhaja, unë kam po. hapësirën për të marrë. Oklajin tjetër, Oklajin e ato madh. të hollën. Pse i vendos miell? I vendos miell që mos të më ngjiten. Të i hape ashtu të mëdhaja, pa pastaj do t'i Po. e shohim tani gjithë kuriozitet se Albana tha që është pak më ndryshe ky byrek nga byrekët që jemi mësuar të gatuajmë, t'i hapim me kulaçka. Deri këtu jemi okay me mënyrën klasike, tradicionale të gatuarit. Ja të mirëpresim dhe një tjetër telefonat që kam bëritur në kuzhinën tonë, në studion tonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit, mirë se erdhët. Nga po na telefononi? Nga Fieri, Nga Fieri. Natalia. Kënaqësi të bisedojmë së bashku. Ndoshta është era e parë që telefononi në programin tonë. Edhe për mua gjithashtu. Po. Faleminderit shumë. Falenderojmë shumë. Si e ke nisur ditën sot? E ke bërë drekën? Mirë, tani jam duke gatuar. Çfarë e duke gatuar? Jemi shumë kurioz të dim se çfarë gatuhet në familjet tona. Zakonisht tradicionale jemi, si shtra dhe parafolës jam parë. Qa ka një recetë të traditës Fieri? Pula me rosnica ose me fërime, si që sa zonja më parë. Ju vetë çfarë jeni duke përgatitur? Edhe tavat, patjetër. Tava tradicionale. Tava, po, me bib tradicionale, me bib kur është koha e bibave, që shorë korik. Po. Ju Ato vetë? bën shumë të mira. Ju vetë çfarë po gatuanit tani? Unë vetë po gatuaj tavë me kunguj. Tavë me kunguj. Me kungulleshka. Me kunguj, po. Kungulleshka, si që thoni ju nga Korça. Ashtu. Ne i themi kunguj. Kunguj. I mbush me oris apo të mbushura? Po, me oris, me mish të grirë, me erza. Super. E dalin shumë të shishme. Edhe nuk marrin shumë kohë, kam përshtypjen. Hargjin, shpejt aty me erzat, salcën apo... Jo. Edhe më përstaj përmbushjen. Ne po përgatisim këtë byrek me Ja, u spinaq me shikoj ju djath. për ditë, Dhe të falenderojmë. Urojmë të shoqërojmë këndshëm ditën tënde, tu e mbajmë mëngjesin. televizionin tek kanali juaj, shikojmë çfarë gatuan Arbana për ditë. Na bëhet shumë qefi, edhe na Edhe motivoni unë ju shumë. falenderoj për këto receta shumë të mira. Të falenderojmë ne që na Faleminderit. ndjek, edhe që sa do pak ndikojmë në zgjedhjen e recetave të tua për t'ia gatuar familje, se po ashtu në nisjen e ditës, është shumë rëndësishme se si e nisim ditën, me sa energji e nisim atë apo jo. Të urojmë një ditë të bukur të kesh, faleminderit që na telefonove dhe ju bëft mirë dreka, tava me kunguj. Zonja nga Durrësi gatuan të sot pul me rosnica, me frime, ndërsa zonja nga Fieri, po moj regjia, po i mora me ratë zonja të bëre një përmbledhje, ndërsa zonja nga Fieri një tavë me kunguj. Dy zonjat që na kanë telefonuar, kanë zgjedhur receta tradicionale, zgjedhje shumë të mira. Ku do të shkojmë tani, cilën telefonat presim, derisa të përfundojmë byrekun, komunikojmë së bashku, ju shihni ndërkohë procesin e punës, pet pas pete. Çdo pet ka 3 kulaçka. E hapim duke i zbutur ato me vaj në mes dhe më pas njërën pet e shtrojmë në Pra çdo pet kemi bërë banak. mbushje. Pastaj mbushjen, pastaj përsëri petën që ka 3 kulaçka, sërish mbushjen, do t'i do të vendosi dhe petën e tretë. Mirëmëngjesi, përshëndetje për telefonuesen. Përshëndetje, dëgjohemi së bashku. Ku kemi shkuar me telefonatat tona? Përshëndetje. Po na dëgjoni ose jemi shkëputur? Përshëndetje, edhe një herë. Mirëmëngjes. Ju dëgjojmë zonjë nga telefononi. Si jeni?
Jemi shumë mirë. Nga Tirana. Nga Tirana. Po në ndiqnit. Po, me vëmendje bilet. Faleminderit shumë. Me shumë vëmendje. Shumë faleminderit. Zonjë, ju jeni duke gatuar apo se keni nisur ende drekën? Unë e kam bërë gati, por do të pace do bëj. Do bësh pace sot. Pace koke. Pace do bëj. Po. Ju bëft mirë? Koke. E pas ke këshu me kolagen drekën sot. Ju bëft mirë. Po, me kolagen. Bilet e kam me këmbë, jo me kokë. Edhe kokë kam se i përdor shumë. Kokë edhe këmbë. Ju bën shumë mirë për shëndetin. Me kolagen. Po, tamam. Si po të duket ky proces i gatimit të byrekut? Albana në ato byrekët në kënaqja, unë jam e pensionuar pas byrekve. Edhe unë. Unë për brume. S'pyet. Ke kapur themën e Akilit. Ja një mënyrë tjetër sot gatuam. Unë një javë byrek. Ajse, Po një herë në javë byrek, po një herë në javë petulla, po një herë në javë pispili. Mos e në nëzore në namin nëzore. Po e duam, ne si populli, jo në si populli, ti duam brumrat, e për që të bëjmë të shti? Shif pak zonje dashur se si e ka përgatitur byrekun e sotom Albana dhe të falenderojmë për telefonatën, ju bëft mirë dreka. Do të mbajmë këto. E shpjeguam që në fillim që zonja brumit është ndryshe, pra përgatitja ndarja e petëve dhe mbushjes është pak më ndryshe sot dhe e tillë ishte. Pra edhe njëherë petët, se cilën petë që mban 3 kulaçka brenda, e hapëm njëra pas tjetrës në banak, duke shtuar mbushjen, sërish petën, mbushjen petën. Një palosje dhe shumë interesante kjo Albana. Po, dhe shumë e kollajt. Të lumt. Shumë interesante. Pra unë them që puna jo nuk është vetëm puna që ne riprodhojmë. Ne shojmë faqe, shojmë YouTube, shojmë gatime të huaja pa tjetër, dhe më pas vendosim element të traditës tonë. Ne u sillim zonjave se mbase jo të gjithë kanë mundësi kohë të qëndrojnë apo akses për të ndjekur link edhe faqe të ndryshme gatimi ku kanë veçantinë e tyre gjithsecila. Ndaj jemi ne këtu, punojmë ne për këtë pjesë për t'ja u lehtësuar juve këtë proces. E luajmë mirë me gjalp që të qëndrojë e butë. Dhe kur të piqet, do të ketë një pamje fantastike, do të jetë shumë e shijshme, padyshim, por edhe pamja ka shumë rëndësi. Nuk kanë përdorur këtë tavën e madhe, por një tavë pak më të vogël, të jetë më e trash. Nëse ju do përdornit 1 kile miell, normalisht e hapim dhe bëhet me hollë. Unë desha që të ishet edhe një masë, kur themi në danoce. E vendosim për të pjekur tani, ky ishte byreku i veçantë me djathë dhe spinaq. Ja dhe byreku me spinaq që ka përfunduar pjekjen. Ne duam krokante faktikisht dhe s'po i vendosim pecet sipër, se nëse doni kështu të butë-butë, shumë mirë me pak kusfare gjallë. Pa. Dhe ka dalë shumë mirë. Ka dalë shumë mirë, nuk ka nevojë për asnjë gjë tjetër, vetëm të ftohet një pjatë kos dhe ta shijojmë. Pispilia është duke u pjekur. Ndoshta do të kemi mundësi, nëse do të na dali koha edhe gjatë hapësirës së bisedës, për të kthyer dhe për të hedhur një vështrim në tryezën tonë të degustimit. Gjithsesi, në kanalin tonë zyrtar Reze Dielli në YouTube mund të klikoni për këto videot e sotme, këto gatimet e sotme dhe shumë të tjera që janë aty. Të lumshin duar. Faleminderit. Shihemi pas pak në bisedën e Rezes tonë.